kryeministri Edi Rama një ditë pas miratimit në qeveri të projekt buxheti dhe për të kaluar më pas në komisionet parlamentare, ka njoftuar një lajm të mirë për pensionistët, një rritje çdo muaj e pensioneve, të cilën sa është e mundur, sa do të ndikojë, si ndikon përballë inflacionit dhe gjithçka tjetër nëse u jep një peshë më shumë në buxhetin familjar pensionistëve. Do të flasim me zonjën Romina Radonshiqi, eksperte ekonomie, pedagoge, njohëse mjaft e mirë e ekonomisë dhe buxhetit familjar. Romina, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, është kënaqësi. Romina, kryeministri konkretisht tha që pensioni i plot urban do rritet nga janari, pra përveç inflacionit, indeksimit të inflacionit që ndodhi në tetor edhe shpërblimi që do jetë në fund vitit 10 e 15.000 lekë, sipas përfitimit të pensionistëve, do të rritet nga janari pensioni urban 1.800 lekë. Këtu nuk e dia kishte me 3 apo me 2 vjetra, pensioni i pjesëshëm urban 800 lekë, pensioni rural 1.000 lekë, pensioni familjar 700 lekë, invaliditeti 600 lekë. Hap pas hapi, vit pas viti, do 2, 3 dhe 4 fishohet, thamet e ai. Për të shkuar në 2029, pensioni urban i plot 400.000 lekë, këtu e ka me të vjetrat në këtë rast, i pjesëshmi 220, rurali 18.000, familjari 18 e invaliditeti 30.000 lekë. Por për të ndalur tek shifrat e muajit nga janari e në vazhdim. Çfarë mendimi keni? Në fakt, kjo është një formulë, besoj që do të ndikojë pozitivisht edhe për buxhetin e shtetit, për shkak se do të kemi një rishpërndarje mujore, pra një rritje dhe një rishpërndarje mujore. Çështja është që nëse do të pyesim pensionistët, do të mjaftojë kjo rritje muaj për muaj dhe llogarisim dhe në fund të vitit patjetër që ato janë të pakënaqur, sepse niveli pensioneve, nëse shkon në nivelin pra minimal 200 euro dhe 400 euro, përsërisht e pamjaftueshëm për të gjithë kostot jetese që kanë pensionistët, por jo vetëm pensionistët dhe fëmijët e pensionistëve. Them fëmijët e pensionistëve se pjesa më të madhe shpenzime në fakt që nuk mundet ta kryejnë pensionistët me pensionet e tyre, ndihmojnë fëmijët e tyre. Nga ana tjetër, është një lajm pozitiv, duhet përshëndetur sepse kur u fol për pensionin, rritjen apo dyfishimin e pensionit minimal dhe mesatar nuk kishin fare afate kohore, nuk dinim as se si do të bëj. Shpesh herë midis ekspertëve të ekonomisë, sidomos ato që merren me çështjet e pensionit, përflitej që ndoshta mund të ishte një shumë që do të rritej çdo vit. Pra, parashikohej një formulë e përafërt, ndërkohë që nuk është çdo vit, por është çdo muaj, që do të thotë që nuk kanë pse pensionistët të presin pra le të themi fundin e vitit, pra fundin e vitit 2026, por do të arrijnë ti marrin edhe pse pjesërisht një rritje muaj për muaj. Është pozitive, pasi një pensionist kënaqet edhe me një indeksim 2.5%, sepse ndikon përsëri në buxhetin e tyre të pensioneve. Tani ndikon për to, sepse nuk është se ndikon në mënyrë të përgjithshme në buxhetin, por për to sado rritje të jetë, për to është e kënaqshme. Ndërkohë që patjetër që këto rritje nuk mund të themi që do të eliminojnë atë kostën e jetesës të madhe që kanë pensionistët. Mos harro që pensionistët i shtohet te kjo kosto e jetesës dhe për shkak të problemeve shëndetësore që ato kanë. Vërtet kemi një gamë të medikamenteve të rimbursueshme, por është e pamjaftueshme sepse një pensionist vuan më shumë se 1, 2, 3 sëmundje le të themi kronike. Nga ana tjetër, të mos harrojmë që kujdesi shëndetësor apo shërbime shëndetësore, sepse janë falas në të vërtetë në dukje nuk janë të gjitha falas, dhe këtë e kemi, mund të marrim rastin e pensionistëve që jetojnë në zonat rurale, që ato përballen me sfidën e kujdesit shëndetësor, madje mund të themi që mbulimi social në zonat rurale, përveç faktit që nuk kanë dhe kujdes shëndetësor të duhur, dhe do i duhet që të shkojnë në qytetin më të afërt për të marrë kujdesin shëndetësor, që dhe kjo ka një faturë. Pse ka një faturë? Pasi do duhet të shkojnë me pra shpenzimet transporti dhe shpenzimet tjera. Mos harrojmë që shpesh herë pensionistët përballen dhe me sëmundje të cilat vetë shërbimi mjekësor publik nuk mund t'i ofrojë për shkak burokracisë se duhet presim afatet kohore, apo për shkak të ndonjë mungese të
të aparatur apo të medikamenteve, kështu që automatikisht ky pensionist do të shkojë në spitalin privat. Dhe të shkosh sot në spitalet private, shërbimi shëndetësor privat është shumë i kushtueshëm për ne që jemi stres mesatar, ç'mund të themi për një pensionist. Ndaj preka në fillim të intervistës edhe çështjen e fëmijëve, pasi pjesa më e madhe dhe kujdesit shëndetësor apo faturave për kujdesin shëndetësor të moshës së tretë janë pikërisht fëmijët e tyre. Lajmi i mirë është në fakt dhe gjithë pensionistët duhet ndjehen mirë dhe për vetë faktin që sot po shikohen me prioritet pensionistët, pra në fakt ka dhe vitin e kaluar sikur ishin disa shenja që vërtet do të ishin në qendër të vëmendjes pensionistët, për shkak sepse u pa që suficiti buxhetor i vitit kaluar u bë një rishpërndarje siç do të bëhet tani me bonusin, u pa dhe bonusi i pranverës, edhe pse qeveria tha në fakt që do të kemi bonus para një viti që kjo do të jetë e përvitshme nëse do të kemi performancë të mirë. Megjithatë, për këtë vit nuk u fol për bonus pranverë. Çështja është që përsëri, në fakt, do të ishte më mirë për çdo pensionist që të merrte një rritje mujore, pra muaj për muaj, dhe jo një bonus në një moment caktuar. Shpeshherë nga ju gazetarët kemi pasur dhe pyetja, do të ishte më mirë që bonusi të rishpërndajë në muaj apo të jepen në një moment caktuar. Patjetër që do të ishte më mirë të rishpërndarë në muaj, po çështja është që qeverisë do t'i kushtonte më pas në indeksim. Lajmi i mirë është që do të kemi rritje mujore, por nga ana tjetër nuk do të prekë kjo rritje mujore çështjen e indeksimit, pra indeksimi do të ndodhi duke u bazuar në inflacion dhe ka sens logjik pasi një pensionist vërtet meriton që të ketë një rritje pensionit se kemi nivele pensione më të ulta, por nga ana tjetër